Të si që shifmi jemi sërish në Bele, në fshatin tim. Këtë radhë duke mbjell fara akacia, një dhurat dhe kontribut i madhi Marian Graf dhe miqve të saj nga Austria. Është hera ditë që një dhurat dhurohet për natyrën në fshatit Bele nga Marian Graf, një mike imja dhe mikja e gjithë shqiptarëve të mirë, pasi kontributi i saj është shumë i prekshëm dhe me shumë ndikim në mirëditë. Mas konsultimeve me Abdullah Dikun, që është specialist i pyjeve dhe i specializuar në këtë fushë, por edhe me një mik të tij nga Puka, fara akacjave më këshillun që është ilaçi më i mirë për një teren, siç e shihni, siç është kjo, sepse fshati Bele ka pat një erozion të madh për gjatë viteve. Kjo dhe si rezultat i ikjes banorëve, por edhe vetë formimi gjeologjik ranor edhe me balt është i tillë që po nuk pat shkure, po nuk pat pemë, kjo rëshet. Do me thonë, me 10 kg akacia, pres që të shtohen në fshatit 50.000 dhe 100.000 pemë. E kemi njës dje pas dite, do mbjelli sot deri nga pasditja dhe do vi prap mas 2 ditëve për të përfundu pjesën tjetër, atje ku kemi mbjellë edhe 1200 akacie gjatë muajit nëntor. Nga verifikimi në teren, kemi vure që të gjithë akaciat kanë zonë. Tani mund të keni edhe një fushpamje më të qartë të fshatit dhe duke pa terenin nga lart. Dhe du t'i përshëndes miqtë që morën pjesë herën e kalume në nëntor, Renaton, Erindin dhe gjithë të tjerë që morën pjesë bashkë me profesor Abdullah Dikun. Duke ju tregu që akacia është prezent edhe këtu, jate është pema akacia, se kema bate e lën. Edhe kjo aktivitet, gjithsesi pa banorët e zonës, këta kushrit e mirë që ka ngell herojt e fundit të fshatit, sepse fshati nuk ka rrugë makine, rruga vjen thjesht deri atje poshtë. Pa kontributin e këtyne nuk do ishte mundur, dje sula me drelonin, sot kujdesia prap me drelonin, dhe kështu që do vazhdojmë në këtë terenin e thepisur, me një dëshirë të mirë dhe me bekimin e Zotit, unë mendoj që do arrim një rezultat shumë të mirë. Ja tek janë akaciat, ja tek janë edhe lart poshtë arës. Për të kuptuar më mirë, pa afroj kamën poshtë e mulliri, ja deri ku arrin rruga e makinës, sepse ajo pjesë që kemi bën prap ka vështësi. Tani, imagjinoni sikur të gjithë para që po përdoren në fushatat elektorale duke mashtru popullin prej janarit dhe gjithë energjit të përdoreshin për rigjenerimin e natyrës shqiptare, se çfarë rezultati do kishim në deri në 3 vite. Pasi bjeshkët dhe malet janë dëmtuar shumë për gjatë këtyre 25 viteve, pas rënies komunizmit përmes prerjeve masive dhe zjarreve. Zjarret i kishim edhe vjet prezent. Prandaj duheni sa më shumë natyrën, sepse natyra do ju shpërblej. Në ditët në vazhdim do të dalë në atë terrenin që është pati përmbi pjesës tjetër, duke ra poshtë te mullit. Shumë nga bashkëqatarët e kushrit e mi habiten i fije me mu, ju dukem i fije si i çmenëm ose i lajthitur, sepse ju duket si një mision i pamundur, por unë e di që shumë shpejt do kemi një gjelbrim dhe një frenim të erozionit këtu në Bele. Kështu që ju përshëndes nga fshati me terrenin më të vështirë, aty ku dhia në malore duhet se s'ban frenadore.